Ka nisur shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët. Shpërblimi me rastin e festave të fundvitit do të jepet sipas dy fashave, një lloj si në 2024-ën, ku ata me pension deri në 20.000 lekë të reja do të marrin 15.000 lekë, ndërsa të moshuarit me pension mujor mbi 20.000 lekë do të përfitojnë një bonus më të ulët, vetëm 10.000 lekë të reja. Po sa të kënaqur janë pensionistët me këtë bonus? I falenderojmë të gjithë që na dha mundësia, hajde të gëzojmë dhe ne si moshe tretë që jemi. Marrim mishën e gjelit detit. Për ata do të shfrytëzojmë bonusin. Ta ngrenin qik më shumë, po unë për vefte kam qenë minatore dhe kam qik të lartë, po gruaja 200.000 lekë merë. Në disa pika të postës ka pasur mungesë të parave për shkak të fluksit të madh dhe mbylljes së bankave si ditë pushimi. Kategoritë të tjera që përfitojnë bonusin prej 15.000 lekësh janë personat që marrin pension invaliditeti, familjar, social, trajtime të veçanta financiare si minatori, industri ushtarake, veteran, pensionet të parakoshme për vjetërsi shërbimi, ndërsa bonusin për 10.000 lekësh e përfitojnë gati 222.000 persona. Duke nisur nga janari vitit 2026, për të indeksimit vjetor që zbatohet rregullisht, do të ketë edhe rritje mujore të pensioneve, duke arritur në 40.000 lekë për pensionet të plota urbane dhe në 18.000 lekë për pensionet të plota rurale. Shumë mirë, po sa të mbahet, pa jo dha persa që mira që e gëzuar, shtresa me përbuzur. Ne pensionistët kemi punuar një jetë të tërë. Unë jam 82 vjetë, nuk e një plazh. Të ketë mundësi, do më thonë të ashtojmë gjithmonë, do të ishte shumë mirë, po ne jemi me kom në tokë dhe e dim që është e vështirë, do më thonë, për pensionet. Pse? Sepse e dim nga burojnë pensionet, vinë nga kontributet e taksa paguzëve të tjerë. Dhe kjo është e vështirë dhe bile edhe më e vështirë do tjetë, sepse punësimi në Shqipëri dihet se si është, qoftë sektoris shtetëror, qoftë edhe ai privat. Bonusi i fundvitit mund të rriqet gjatë gjithë muajit dhjetor, ndërsa për ata që e kanë të pamundur gjatë kësaj periudhe, afati për të rriqje është deri më 30 qershor 2026. Gjatë këtij viti u dha për herë të parë edhe një bonus pranvere në nivelin 10.000 lekë për pensionet deri në 20.000 lekë dhe 5.000 lekë për pensionet mbi 20.000 lekë. Deri në fund të vitit 2029, pensioni plot urban do të arrijë 40.000 lekë, pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lekë, ai rural dhe familjar 18.000 lekë, ndërsa pensioni invaliditeti do të shkojë 30.000 lekë nga 20.000 lekë që është aktualisht.